Thotë është katolike dhe ndjen në shpirt se duhet të falë namazin. Je mirë pritur ta falësh namazin, çdo njeri mund ta falë namazin. Por që të shpërblehesh për atë namaz, që të arrish mirësi të atij namazi, që si që premton Zoti i gjithësisë që ai njeri i cili fal 5 namazet, hyn xhenet, duhet që të besosh edhe profetin e fundit Zotit gjithësisë, Muhammedin a.s. si i dërguar i fundit i Allahut lartësuar. Dhe duke besuar dhe pasuar profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ti njëkohësisht beson gjithë profetet e Zotit para ti, ndërta edhe Jezusin, Isain a.s., të cilin ne si musliman e besojmë si profet i Zotit gjithësisë, si rob i Zotit gjithësisë dhe profeti Allahut lartësuar. Me këtë besim të pranohet edhe namazi. Namazi është shumë thjesht. Shkruan në Google falja e namazit për fillestar, të del një flet palosje, e shkarkon atë në telefon dhe me anë telefonit i lexon dhe e fal namazin. Zoti ju dhënë mirësi.